Vargje përkushtuese një shpeshherë i heshtur në të cilën nga jeta i shtrydhur 66 poezi që i kishte shkruar që nga mosha e re. Pas një kohe, nxori në botim edhe librin Vargje përkushtuese 2, në të cilin erdhi krejtësisht ndryshe. Gjithmonë me mirësi. Shumë gjona i mojta mrena, paka shumë diskrete, i buzëqesha jetës, edhe kur kisha lot e dhembje. Për ushtu vullneti dhe pasioni për shkrim. Si çdo shkrimtar tjetër në fillimit e veta, gjithmonë fillon me poezi si gjini pak ma e thjesht ndoshta, po nuk është edhe thjesht sepse është kohë e ndop për më arrit me shkru poezit në filt. Edhe unë në atë kur ja kam fillu me poezi mas pari sepse është diçka e shpirtit, është art i ndjenjës shpirtërore edhe gjithmonë bëra nga shpirti. Fjalë të urta na ka rastisur shpeshherë të dëgjojmë nga shkrimtar me opus të madh letrar, mirë po jo nga një krijues i ri sikurse Demiri, i cili tashmë ka arritur të botojë një libër me thënie. Librin në ditën e dëshurimit të thënies e kam shkruar në periudhë kohë gjatë kohore, diku 3 vite. Diku rreth mbi 80% thënieve janë të mijat, që i kam shkruar në periudha të ndryshme kohore, në tema të ndryshme, duke i prekur tematikat sociale, tematikat patriotike dhe tematikën e dashurisë. Për me shkruar libër me thënie duhet me pas një bagazh goxha të madh edhe të leximit, po duhet me pas edhe një bazë që qysh jetë lexon në mes me shkrimin, se në një moshë që kam unë më djesh me shkruar në libër me thënie, ndoshta nuk është për dikon nuk është edhe zakonshme. Po gjithmonë me vullnet dhe me dëshirë pas pasion, thënien që është një mendim i shkurt, diçka që ndoshta mund të shkruaj për shembull në faqe, sa e shkruan në faqe, shkruan një thënie të shkurt, një gnom, një sentencë, një mendim që ti e shpreh, ndoshta me një thënie mundesh me shpreh sa më shkruaj një faqe. Kur shpirti ka etje, është libri më i ri që sjell autori dhe ka përmbledhur rreth 47 poezi. Ky libër ka filluar shumë rastësisht, në ndjenja qasti, e kam shkruar për një periudhë shumë shkurt kohore, një muaj. Jem poezi ndjenja qasti që më kanë lind aty për aty dhe e kam shkruar. Inspirimi lind vetveteu tonë. Gjithë ma shumë ka dikush që nështë e ka prej pak edhe për leximit. Unë ma shumë e kam, si me thonë, prej ndjenjave të mia. Ato që ndjeje shkruaj. Duke parë suksesin e librit me thënie të urta, Fejz Demiri është duke punuar edhe një libër të posënjëjtës natyrë.